Miq të dashur të Ora 24.tv dhe almakos.com, jemi edhe në një pik podcast të radhës. Do të flasim për zhvillimet më të fundit dhe kam nderin që të kem përsëri kryetarin e Aleancës për Shqiptarët, zoti Arben Taravari. Zoti Taravari, mirë se erdhe për zgjidhjen në këtë studio. Mirë se u gjeta Mefo, faleminderit për ftesën, kënaqësi të jam përsëri mysafiri juaj. Kënaqësi është edhe për mua t'ju kem dhe ju falenderoj që gjithmonë domethënë nuk i keni refuzuar ftesat e mia dhe për këtë domethënë cek me qëllim sepse është për të respektuar. Zoti Taravari, shkurt, ku është për momentin Aleanca për Shqiptarët? Aleanca për Shqiptarët është aty ku ka qenë, fatmirësisht infrastruktura partijake është e ruajtur totalisht. Kemi shkëputje të disa individëve, them kështu, që nuk kanë fatmirësisht ndonjë impakt në terren dhe në strukturat e partisë. Unë vazhdimisht këtë periudhë edhe s'kam ndesh të kem paraqitje publike derisa ti stabilizojmë dhe ti konsolidojmë radhët. E organizoj kongresin në dhjetor, të gjitha degët funksionojnë, të gjitha nëndegët funksionojnë, mund të gjehet prej 250 nëndegëve, mund të jenë 2, 3, 4, 5, mund të them kështu në përgjithësi, mund të ketë lëvizur këtë periudhë jo më shumë se 5% e antarësisë së Aleancës për Shqiptarët, që ishte e pritshme për ne, sikur që erdhën 10% kur u bëm pjesë e qeverisë, ishte e pritshme edhe për ne që ketë disa lëvizje, sidomos të funksionarëve dhe kryesisht janë, mund të them, 15 deri 20 funksionar me një rreth tyre që kanë nga 4-5 njerëz, po nuk është strukturë që ka impakt, që ka ndikim në infrastrukturën partijake. E them, nuk kam lënë gati se dek që nuk e kam vizituar ose nuk i kam komunikuar ose që nuk jemi takuar, kështu që gëzohem që arritëm gjatë kësaj periudhe ta stabilizojmë dhe të vazhdojmë fuqishëm me organizimin e shtabit. Unë të anën planifikoj që të organizojmë edhe shtabin qendror në disa degëve që kemi zgjedhur edhe kryetarët e shtabeve zgjedhore të partisë. Praktikisht nisim fushatën shumë më herët që është e zakonshme, por mirë është për të mobilizuar sa më shumë. Kisha plan pyetje tjetër në fakt, po më provokoi thatë në dhjetor kongres të partisë. Mi të ndëgjoj? Kishim në dhjetor të vitit 2024. Mendova se do të organizonin mbas gjithë këtyre, ndoshta ju keq kuptova. Pse mendoni që është strukturë e vogël? Zoti Aziri është njëri nga miqtë tuaj më të afërt, ndoshta jeni akoma miq, nuk e di. Zoti Fetaj po ashtu aktiv paktën edhe në qeveri dhe kështu me radhë. Mendoni se aq kanë mund ta dëmtojnë Aleancën vetëm me 5%? Shumë pak. Edhe pse fotografitë tash flasim realisht tregojnë më shumë. Azir Aliu, unë ju tregoj ordinal sa është. Dëm ka, po nuk është dëm i madh, shqyrë që nuk është dëm i madh. Domethënë degët komplet infrastruktura partijake qëndron. Më shumë ka lëvizje në degë Çajirit, Likovës, si sa në degët tjera. Degët tjera në total ka individ, 1, 2 që kanë shku për të bërë drejtora. Tash, zotria Azir Aliu ka qenë ish ministër i Aleancës për Shqiptarët, tash ishte antar i kuvendit të partisë. Unë nuk e mohoj se kam pasur shok, po Azir Aliu është aty për të bërë ministër. Nesër me i thënë Azir Aliu se si e ministër, ju garantoj se nuk është në atë strukturë, po s'du të flas keq për asnjërin prej ish shokëve tonë, kështu që i uroj shumë sukses. Deri në këtë periudhë derisa zhvillohen krejt këto aktivitete rreth Aleancës, ndarjes, kalimit të strukturave edhe kështu me radhë. Një kohë edhe nuk dolet në media, dhe me të vërtet kam nderin që sot po të dilni për herë të parë pas kësaj periudhe në Ora 24.tv. Çfarë keni bërë? A keni zbutur situatën ose a keni arrit t'i organizoni strukturat? Të gjitha, domethënë vazhdimisht kam qenë në lëvizje, vazhdimisht jam dalë çdo ditë, bile shtuna e diella, çdo ditë me struktura, çdo ditë në 1 ose 2 degë, edhe them, posaçërisht Pollogu që e kemi them si bastion, e kemi perfekt, lëvizje individuale që u kanë premtuar drejtora, me subdrejtora ato do tentojnë të kthehen, po unë thash edhe në Kumanov që mbajtëm një takim për ta zgjedhur kryetarin e shtabit, e mbas asaj vazhduam me kuvendin e partisë, u thash se ato që kanë shkuar deri tash kam qenë fleksibil dhe jam mundu që ta mbaj çdo antar tonin. Mos i mbetet atri, mos i dhënohet, po tash disa njerëz edhe duhet që thuhet lam të mirë, s'na duhen këtu se pas kanë qenë këtu vetëm për interesat personale. Në qoftë se 15-20 drejtora nuk mund ta lënë karriken, e tash edhe në Kumanov, këto janë koltukofak. Kështu thot Stefan Noli.
këto njerëz më vetëm do ta irritojnë strukturën. Kam edhe paratitje prej plot njerëzve, hallexhi, që presin një vendim pune ose i kanë kushzu. Bile sjellje e këtyre të vlenësh shumë më agresive se sa BDI-ja kur e kemi luftuar BDI-n. Domethënë kur ka qenë BDI-ja në pushtet, e shoh një far agresiviteti të jashtëzakonshëm. Çdo kujt i paratiten ti kanosen të përzejmë prej pune, ta prishim kontratën e kështu me radhë që nuk më duket normal. Ne tham se jemi ndryshimi. Dhe kështu nuk mund bëhesh ndryshim. Mendon se më e butë është tash BDI-ja? Jo, BDI-ja mirë që shkoj. Me që bërë një krahasim. Jo, mirë që shkoj BDI-ja në opozitë. Unë jam shumë krenar që ne ishim arsyeja që BDI-ja sot të jetë opozitë. Edhe shumë mirë e bëm. Domethënë një prej them kështu potezeve më të mençura politike që e kanë bërë është që BDI-ja shkojnë në opozitë, edhe e shef se si është opozita, filtrohet, pastrohet, disa shkojnë listat zeza, disave u ngrihen pa di, kështu që BDI-ja meritoi të jetë në opozitë. Edhe as pak s'kemi gabuar. Tash meriton të kthehet në pushtet. Normal çdo parti që është reformuar sipas jush BDI-ja aq sa duhet që të kthehet në pushtet. Nuk është reformuar, i duhet kohë për të reformuar, por përshtypja është se ka tendenca dhe zgjedhjet lokale janë një prej sprovave për ato, në qoftë se dalin me kandidatura të njerëzve të cilët janë politikisht pastër ose fytyrave të reja, unë mendoj se ky është një sinjal se BDI-ja tenton të reformohet. Nëse nuk reformohet aq sa ju keni pritë që të reformohet, do të ktheheni me BDI në një qeveri të ardhshme, qoftë ajo kudo që të jetë? Ose realisht prej zgjedhjeve lokale e atij do të keni një bashkëpunim më të afërt? Nuk mund ta parashoh. Unë kam lënë se disa komuna ne shqiptarët do ta kemi betejën e përbashkët. Që ja e them publikisht herën e parë. Se kam thënë Kërkundi. Do të thënë komunë të Kërçovës, komunë të Dollnenit, komunë të Çashkës, komunë të Butelit, komunë të Manastirit, komunë të Prespës. Këto janë disa komuna që gjithë shqiptarët, edhe Vlen, edhe Alianca për Shqiptarët, edhe BDI, duhet ta bëjmë betejën e përbashkët, në qoftë se jemi racional, në qoftë se jemi të arsyeshëm dhe para se gjithashtu mendojmë për shqiptarët e mandej për partitë tona, këtu duhet të ulemi gjithë së bashku, edhe të mundohemi që kandidati shqiptar ta fiton këtë komunë ose të bën rezultat sa më të mirë të mundshëm. Domethënë, këtu nuk ka kompromis, unë mendoj, se këtu duhet patjetër të merremi vesh edhe të kemi kandidaturat përbashkëta. Në cilat komuna tjera do të jeni bashkë me BDI? S'kemi një vend. Mendoj se ju i cekët komunat ku dihet se rrethi i dytë do të jetë një kandidat shqiptar, një kandidat i palës maqedone. Dhe aty deri më tash asnjëherë nuk ka qenë problem ajo, edhe me Strugën madje ka ndodhur, shpesh herë që duhet krejt të radhitet në njërin anë. Mund të ndodhen edhe me Strugën. Po për shembull ka ndodhe me Çajirin, me Sarajin, me Strugën, ne normalisht me Likovën, me Studeniçanin. Ne normalisht jemi parti politike e cila na intereson e mira e shqiptarëve mbi të gjitha, po pastaj edhe e mira e partisë. Domethënë një parti është serioze dhe stabile nëse ka komuna. Nëse nuk ka komuna, nesër nuk do të ketë as deputet në zgjedhjet parlamentare, kur do qoftë që të mbaheshin. Kështu që do ta shohim ne përkrahje të ndërsjellët mund të kemi me të gjitha partitë opozitare. Tash jemi opozit. Me BDI-n? Po mund të kërkojmë dikun di përkrahje dhe mund të japim dikun di përkrahje. Thash kushti jon i domosdoshëm nëse eventualisht vendosim dikun të përkrahemi njëri tjetrin, atëherë do jetë që kandidati të jetë një njerëz që Alianca për Shqiptarët mund ta përkrah. Shembull e marr kryetari i komunës Haraçinës, më duket një prej figurave të mira të BDI-s, e cila edhe antarësia jon në Haraçin thotë se është kryetar komune që e ka udhëheq komunën mirë. Nëse ka kështu kandidatura, mund të ketë një përkrahje të ndërsjellë, por nuk kemi vendin partie. Tash për tash Alianca për Shqiptarët shkon me lista të veçanta dhe prej qershorit fillon me promovimin e kandidaturave. E promovuam zotri Isen Shabanin, së shpejti nga qershori do të nisim të promovojmë kandidaturat, që ato dal nga dal të nisin të punojnë në tele. Për cilën komunë nuk do keni kompromis, as me BDI-n, as me një parti tjetër politike? E shohim. Se realisht e gjithë kjo përçarje, gjithë kjo energji që harxhohet për këto arsye është për shkak të komunave, ashtu sa i mbajmë deklaratat e gjitha palëve. Nuk është ashtu. Domethënë, shihni, pakënaqësitë tona në qeveri janë moti. Domethënë, për dalje prej qeverie ne mes
rrethit më të ngushtë kemi biseduar moti se nuk dukemi si duhet në qeveri dhe kjo ka qenë përshtypja e gjithë atyre që kanë sens për politikën. E në qoftë se shkoni në institucione, kudo qoftë, institucione shtetërore, dhe i pyetni ato shqiptarë që punojnë aty, tu thoni a jeni sot më mirë apo keni qenë më mirë para 2-3 vitesh. Ju garantoj, ju siguroj se 99% të njerëzve do ju thonë se sot nuk jemi mirë, a ne thamë se jemi ndryshimi. A do mos shkruash një detaj atëherë, do të thonë ta shoj. Mbaj mend ka qenë Ministrinë e Shëndetësisë në njërin për konferencave tuaja, ku e thatë këtë çështje në sa përqind janë të kënaqur qytetarët prej qeverisë, sa prej Vlenit edhe kështu me radhë. Dhe kur e gjithë situata erdhi që më në fund do të vendosin që të dilni nga Vlen, tha që do të konsultohem njëherë edhe me zotin Mickovski. Pse ju duhesh të konsultoheni me zotin Mickovski kur më kishit qasjen se qeveria nuk është në favor të qytetarëve shqiptarë, ose nuk e bën punën si çdo raport duhet të ketë një farë korekcie. Zoti Mickovski i ka ditë qëndrimet e mia, personalisht me atë kemi biseduar disa herë. Do të thonë 4 sy kemi biseduar se nuk jemi mirë si Vlen. E kam treguar se ne na keni shtyp për tokë, kështu si dukemi shumë keq. Unë se di si të dalim si Vlen, këtë kemi biseduar 1 muaj e gjys, 2 muaj para se të dalim prej qeverisë. Se di me çfarë argumenti ne do të dalim të kërkojmë përkrajjen e qytetarit. I kam thënë 1 pikë na thuj, 1 pikë prej programit ton që është realizuar. Spaku atë që u morën vesh 4 kryetarët e Vlenit, kur ishim në Vlen edhe ne, me zotin Mickovski ndikundi nga fundi nëntorit, se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, spaku duhet të kalojë shumë shpejt. Edhe shpesh kemi dalë edhe unë, edhe Arben Fetaj, kemi thënë për 1 javë, 2 javë, për 1 muaj. Disa mediume nisën të Natalin, sepse kështu ishte marrëveshje. Mandej nisin një fjali nuk është mirë, ekspertë të ulen. Sot jemi sa 28 maj, në qoftë se zgaboj, 29 maj. Ne ende se kemi kaluar ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, dhe imagjinoni tash, në ndërkohë bëhen punësime, nuk ka balansus, se balansusin s'kemi desh ta hekim, as Vlenit jemi sinqert, as Alianca për Shqiptarët kemi qenë kundër që të rriqet, po kish vendim gjykate, nuk mundeshim ta ndalim. Prandaj kishim mekanizëm tjetër. Po, megjithatë, çfarë garancë kërkosh nga zoti Mickovski që mos dilni prej qeverie? Kjo ishte pyetja. Jo garancë. Ose çfarë kërkohesh? Për hir të korekcisë, unë mendoj se duhet t'i thuhet atij me të cilin e ke formuar qeverinë, ti tregojsh se unë prej sot shkoj në opozitë edhe i kam thënë bile 3-4 javë para se të dalim se unë se kam problem. I shifsha të lashet brenda Vlenit. Kishte një padurueshmëri prej... A ishte kjo arsyeja dhe pse nuk u arritën shumë çështjet programore të Vlenit të realizohen qeveri për shkak të energjisë që e keni harxuar brenda mosmarrveshjet janë prej dikundi dhjetor, nëntor, edhe pse ka pas përplasje edhe në antarësi poshtë, po mes kryetarëve ka pas një korekci. Ka pas një korekci deri ndarje, realisht. Po nuk është te kryetarët, është te antarësia, vlon të gjithandej. Kish pak kënaqësi se shembull, ato të besës tojnë s'na ndihmon Alianca, ato të Aliancës tojnë s'na ndihmon LD-ja. Kjo ishte më kaos i përgjithshëm dhe ne do të shkonim zgjedhje ku do të kishte sabotim të ndërsjellët, që përsëri do të ndodhet te Vleni. Mbani mend këtë që e them, se edhe pse këto 3 janë shumë kompakt njëri me tjetrin, si sa me Aliancë për shqiptarët, po përsëri do të ndodhe sabotim i ndërsjellët, sepse e kam thënë shpesh se ishte projekti pa qëndrueshëm. Se unë i kam lut ato që me njerë mbas zgjedhjeve, a bëhemi një parti apo jo. Edhe konstatimi i përgjithshëm ishte se e lejmë mbas zgjedhjeve lokale dhe mendoj se kjo që e lam ne të vonohet bashkimi i Vlenit me një parti, na solli këtu ku jemi dhe unë me plot përgjegjësi e them projekti Vlen është i paqëndrueshëm. Unë se di atash do ketë shpërthimet një pas njëshme, po mbas zgjedhjeve lokale gjithsesi ju garantoj. Pse mendon që do të ketë? Ku ka qenë problemi, sepse nuk i keni shfaq nëse mendoni që ka në brenda partisë tonë kemi fol shumë shpesh, ato që kanë qenë antar të kryesisë dhe tash janë me Vlenin, e din se zbashku sa janë 7-8 vetë për kryesisë qendrore, për 47 vetëve, i kemi bisedu, apo 46 vetë të kryesisë, e kemi bisedu brenda partisë, se kemi përshtypjen se 3 partit janë të koordinohen paraprakisht, por pastaj Alianca është si një trup i huaj aty. Dhe çdo kush prej atyre që sot janë me Vlenin prej Aliancës mund t'i pyetni dhe a është biseduar në kryesi kjo prej dhjetori, janari, shkurti.
Kështu që nuk është diçka që nuk e kemi biseduar edhe ka ndodhur kështu si befasi. Megjithatë, pse përçarja erdhi ose mosmarrveshja për komunat? E di pse. Unë nuk e di pse insistoj po ndarja ose largimi. E di pse insistojnë këtë, se i mbaj mend shumë mirë kronologjikisht deklaratat, më kupton. I mbaj mend edhe deklaratat edhe zotit Mexhiti rreth çështjes komunave, edhe zotit Kasami edhe juve, ku vetë keni thënë në njëra për konferencave që e shoh interesin, domethënë edhe interesin e partisë mes tjerash, dhe kam garancë të marr 5 ose 6 komuna nga nëse nuk jam në Vlenë ose nëse bashkëpunoj me këtë se kam thënë asnjëherë se kam thënë, po kam insistu për listat veçanta jo tash, po prej vitit kaluar mbasi u formua qeveria. Kur i pyeta krejt kryetarët e partive që jemi në Vlenë, a bashkohemi, përgjigja ishte unanime prej të gjithëve se nuk është momenti, mbas zgjedhjeve lokale, në rregull, u kam thënë prej atëherë. Ne për lista për këshilltar dalim vetë, si Aleancë për Shqiptarët. Ju si të doni. Me një moment mu tha se nga fundi shkurtit, para muajit Ramazan, dile edhe me kandidaturat veçanta, edhe me listat veçanta. Si Aleancë për Shqiptarët, ne do dalim krejt bashk. Aty ishte një sinjal për mua, një alarm se këtu nuk jemi në rregull, këto mund edhe të jenë të koordinuar. Po numri komunave me plot përgjegjësitë e as pak nuk ka qenë arsye për tu ndarë. Thjesht ne ndjeheshim jo komod në qeveri, të papërfillur, si shqiptar mbi të gjitha, po edhe si Aleancë për Shqiptarët, dhe përshtypja e njerëzve ishte se ti je ministër, po punësi me asgjë s'bët, asnjë punë s'u ndihmohet, askundi s'mund t'u ndihmojmë asgjë. Para mendoni kishte Podgorc një shkollë në Strug, që drejtori 95% më thuishin se janë banor musliman, dhe u emëruar një Maqedonas. 3 muaj e gjys na doshte. Kryeministër, Zavens kryeministër, unë, Dega, 3 muaj e gjysëm që të miremi vesh për një drejtor të një shkolle fillore me një fshat në Strug. Po pse tash edhe kjo është pyetja e qytetarëve, gjithmonë preferoj që ti parashtres ato pyetje që vinë nga preferoj. Pse është dashur mos të reagohet në kohë atëherë, por tash kur themi që jeni në pozitën e opozitës. Çdo herë jemi mundu, edhe në parti ka pas presion ndaj meje prej kryesisë që jemi duke bërë shumë temë kështu sakrificë. Po qëllimi ka qenë hajde ta mbajmë projektin, të mundohemi që Vlenë të funksionon. Domethënë, mos i nxjerrim ato telashet e vogla. Unë tregoj telashe tjera se janë plot që kemi pas, po i kemi përbi me qëllim që hajde të mundohemi ta mbajmë këtë unitet brenda Vlenit. Po me një moment shifeshte se ka tendenca që kjo që na ndodh tash, që na ndodhi para 2 javësh, të na ndodhen në shtator. Edhe unë ju garantoj, në qoftë se nuk ato na than u vetë përjashtuan, se ne nuk dolëm vetë, ato na përjashtuan kur tham se shkojmë me listat veçanta, ky shpërthim struktura bile shumë më keq do të ndodhte në shtator, nëse që nuk mundeshte të rikuperohet. Tash shqyr zotit ne arritëm, se kishim edhe informata se çfarë përgatitet, prej nga fundi prillit veç kishim informata të sakta, edhe persona të cilët janë duke u mundu për të kriju një farë fraksioni dhe perceptimi, edhe pse unë jam shumë i lumtur që disa njerëz bile që shkun më mirë tash se sa më vonë. Mirë, po perceptimi ose në fakt informacionet që vishin prej nga të gjithë palët që janë pjesë e qeverisë është se një prej kërkesave të zotit Aravari është të qëndrojnë në qeveri bashkë me Vlenin deri në shtator, dhe në shtator pastaj dalë me listat veçanta dhe shkëputet nga nuk është e vërtet. Domethënë ordinali zoti Mickovskit 1 muaj para se dalë në qeveri kam thënë se unë jam i gatshëm edhe ta lë qeverinë, se e shoh se nuk funksionon. I kam thënë këto që i them sot, kam desh të jemi sinqert edhe me atë, ne na keni shtripër tokë. Ne s'kemi pik kredibilitetin popullar. I kam thënë se e kam përshtypjen se i kam 3 parti bashk kundër Aleancës për Shqiptarët, edhe unë se kam problem që sot të largohem prej qeveri. Këtë kam thënë edhe në kryesi, spaku komplet kryesia se më ngjojnë sot ato që edhe në kuvend partisë që është mbajt dikundi 5 ose 6 prill, njëjtat fjalë këto, janë thënë para 150 njerëzve. Kështu që janë disa gjëra që nuk është mirë të thuajmë publik, po kryesia, kuvendi i partisë i ka ditë qëndimet e mia dhe bile kryetari i qeverisë ka insistuar që mos shpejtojmë me vendimet. Unë i kam thënë se ne shkojmë edhe gati është. Informacionet që nga takimet me zotin Kurti, do të thonë se gjëja prej
në takimin e fundit, me zotin Kurti, keni thënë se nuk do të mund të shkëputeni nga marrëveshja me BDI. Gjithmonë i them, domethënë jo si informacione që unë i di, po janë si gjëra që edhe fliten publikisht. Shihni, mund thuhet çdo gjë, absolutisht mund të çdo kush. Si pyetje domethënë e pastruam dilemën me zotin Mickovski, tash kemi të zotin. Aty kanë qenë 4 kryetarët e partive, ka qenë zotri Pislimi edhe Arben Vitia si ministra. Edhe e them me plot përgjegjësi, as pak unë sot e kësaj dite s'kam marrëveshje me Ali Ahmetin. Se të kisha thënë publikisht se kemi marrëveshje. Tash për tash Alianca për Shqiptarët ka. Po çfarë keni biseduar me zotin Ahmetin aty? Për zotrin Ahmetin kemi biseduar për eventualisht për kraje të ndërsjellët në zgjedhjet lokale, për çështjet aktuale se vërtet percepcioni është keq se çdo ditë ka punësime e punë që kryen prej maqedonasve dhe shqiptarët janë të marginalizuar. Kjo është fakti pa mohueshëm. E kam thënë edhe atë me zotrin Ahmetin se ishte BDI-ja nuk e bënte këtë lëvizje që e kemi bënë ne, sepse 2017 Alianca për Shqiptarët doli prej qeverie, po doli se nuk ja dhan Ministrinë e Shëndetësisë. Tash e kishim Ministrinë e Shëndetësisë, bile mund të mirnim edhe disa drejtori, po ne vendosëm që të dalim, të alarmojmë te qytetarët. Me zotrin Ahmetin e kemi biseduar vetëm punën e përkrahjes të ndërsjellët në zgjedhjet lokale, por s'kemi një marrëveshje. Ta kishim ku keni garancë se do të keni mbështetje e zotit Ahmetit? Në cilën komunë se ta bëra pyetjen pak më herët, i ikëm me tema tjera, domethënë i ikëm bashkarisht. Nuk është patjetër, domethënë fundit. Mendoj, po megjithatë unë dua ta di se kush zotit, cilën komunë ka të pa kompromis zotit Talavali që ta fiton. Ka bastion. Edhe pse diçka çfarë nuk më pëlqen, pasi që jemi në format podcastit po e bisedoj edhe këtë. Kur politikanët, këtë nuk flet them vetëm për zotin Talavali ose zotin Ahmeti, për përgjithësi si lider që jeni, kur flitni për komunat, flitni sikur i keni prona, për kështu personale. Ai unë do ta jap ti këtë, ti ma jep këtë. Domethënë, megjithatë, por mund prandaj po e parashtoj pyetjen ashtu siç është edhe në formë kushtetuese edhe ligjore dhe kështu. Cilën komunë ke pa kompromis që dëshiron ta fitosh? Ska pa kompromis, ska komunë pa kompromis. Po e kam thënë edhe me derisa ishim Vlen. Kam thënë për t'i dhënë komunë një partie duhet ketë material, substancë. Se shumë lent unë për shembull resurse njerëzore që kuadër organizim infrastrukturë partijake. Domethënë, më thënë nesër ti merre komunën e Çajirit, probleme kemi si Aliancë për Shqiptarët për ta fituar. Si jam kupton. Kuptoj. Është problem. Prandaj lindi edhe pyetja ku mendon se ke strukturat edhe për disa komuna, bile edhe me Vlenin kemi insistuar për hajtë bëjmë anketa, se zgjedhjet lokale janë pak më ndryshe. Kërkon shifet edhe individi, kandidati për kryetar. Ku është Alianca për Shqiptarët më e fuqishme? Më e fuqishme ato komuna ku ka garu, domethënë ku ka pas kandidatura të mira, ka shkurruar dytë në zgjedhjet e kaluara. Te Arc, Bogovin, Vrapçisht, Kostivar, ku qeveris momentalisht Dibër e ka fituar vjot Aliancës për Shqiptarët nga BDI-ja, komuna e Dibrës. Zoti Bekim Pocesta e fitoi zgjedhjet atje. Këtë e din çdo qytetar i Dibrës. Po sidoqoftë, këto janë vendet ku Alianca për Shqiptarët, Saraj kemi strukturë të mirë, Likov kemi strukturë të mirë. E keni ende strukturën e mirë Saraj? Absolut. Domethënë tash na u bashkangjit edhe një pjesë që bojkotonin për shkak një drejtori që e kishim. Para 3-4 net isha në Saraj, 11 kryetar në Ndegësh Saraj që kanë abstenuar një periudhë. Tash na u bashkangjitën sepse prej nesh u shkëput një drejtor që mbeti me Vlenin. Çdo një ikje ka prurje të reja. Normal, interesat e njerëzve janë ndryshme. Edhe qëllimet janë ndryshme. Vetëm duhet të tregoj se ka pas strukturat e Aliancës që kanë pezulluar aktivitetin. Edhe kam prit momentin që tash ti bashkangjiten edhe unë jashtëzakonisht shumë u gëzova kur 11 kryetar në Ndegësh bashkangjiten, pasi që ka erdhur momenti të jenë më aktiv. Kur kuptohet, domethënë nuk jeni dakord as ju as liderët tjerë që janë tash jashtë frontit evropian dhe BDI-s, që BDI duhet të ketë pushtet në këtë format siç është tash, domethënë me këto struktura. Nga ana tjetër mendoni se duhet të ketë një bashkëpunim që faktorizon BDI-n në zgjedhjet lokale dhe pastaj ndoshta si trampolin edhe të vindri në pushtet. Pse mendoni që nuk do të mundeshit vetë që jeni të pakënaqur nga qeveria? Nuk ka pas edhe nuk ka qenë e nevojshme që të bisedohet me zotin Ahmeti që vetë të dilni dhe të dëshmoni edhe që se zakonisht kush ka dalë prej pushteti, tash okay, rrethanat ka qenë ndryshe, nuk e kemi pas BDI në opozit, po kur është dalë prej pushteti, është dalë që të luftohet politikisht pushteti dhe të merret pushteti. Tash pse duhet të faktorizohet? Nuk është patjetër
patjetër ne të shkojmë me BDI-n. E thash një prej A opsioneve. jeni të sigurt që nuk do shkoni? Ai ma tregon Nuk dilemë mund se ta do t'ju them. pyes diçka më konkret. Nuk mund ta them. Domethënë një prej opsioneve na mbetet që ta bëjmë betejën vet. Si Aleancë për Shqiptarët. Do na duhet pak më shumë punë, po me kandidatura të mira unë mendoj se disa vende mund shkojmë rundë dytë. Në qoftë se shkojmë rundë dytë, të kërkojmë përkraje, varësisht cilin e kemi kundërshtar politik. Kështu që nuk përjashtohet mundësia, bile gjasat janë reale që disa komuna, unë mendoj se kemi infrastrukturë shumë mirë partijake, edhe provojmë dalin vetë. Po shkum rundë dytë, në bazë të asaj se cilin e kemi kundërshtar, normalisht për kompenzim duhet dikë ta përkrajsh, dikundi për të përkrah në një komunë, kështu që nuk përjashtohet absolutisht edhe mundësia për dalur vetë në zgjedhje, ose përkrajje të ndërsjellë. Ju thash me partitë tjera të vogla opozitare, përveç Levicës, ne jemi të hapur për bashkëpunim në bazë të konfiguracionit të etnik të komunave, kështu që jemi të hapur për bashkëpunim, bile disa bashkëpunime prej tash i kemi përgatitur dhe jemi besoj se muajin qershor korrik do t'i shpallim, me partitë e etnive tjera flas. Po, e kuptoj, me partitë turke, me partitë turke, rome, kështu me radhë. Në Gostivar ose në nivel edhe republik? komuna tjera. Jo, shifni, për shembull partia turke vendos në nivel lokal, nuk vendosin në nivel qendror, kështu që në bazë të përbërjes etnike, bosnjake, turke, rome, se për kryetar komuna është pak është më ndryshe. Kur filluan komunikimet e juaja me zotin Ahmeti? Me zotin Ahmetin jam takuar në gjysmën e 2 të marsit, herën e parë. Jo më herët? Jo. Ma herët ka pas kanale komunikimi. Kush kanë qenë kanalet e komunikimit? Kanali i parë i komunikimit ka qenë zotri Azir Aliu, që tash do të zgjidhet ministër. Ai ka komunikuar pa mos më tregu mu dhe pa mos më informu mu. E mbas takimit nga tregu se ka pas një komunikim. Tash mund të konstatojmë që brenda Aleancës për Shqiptarët ka pas garë se kush e komunikoi më i parë ose më mirë me zotin Ahmeti? Dëgjoni, nuk mund të them. Jo, e dinë nxjerr si konstatim sekondar. Azir Aliu ka qenë njeriu që i pari ka komunikuar realisht me zotri Ahmetin, e pastaj më ka informuar se kështu është i interesuar. Kur ju ka informuar nëse ka Kjo qenë? është dikundi nga fundi janarit. Dhe a ka hapur rrugën edhe ju aty? Jo, unë s'jam ul. E kam thënë ti komuniko vetëm se unë s'jam i interesuar për bashkëpunim. Dhe pastaj në mars fillot bashkëpunimi vetë. Shihni, mbas javës fundit të shkurtit, tash takimit që më thanë prej Vlenit para Bekim Qoku, po pastaj edhe Bilal Kasami dil me kandidaturat tuaja dhe me listat tuaja, atëherë prishte një alarm për mua, një sinjal se nuk është keq edhe të mendohet opsion dikundi të bashkëpunohet me kush që të ketë reforma, të ketë kandidatura të BDI-ja, ose të përgatitemi si strukturë për të shku vetë. Këto kanë qenë dy opsionet e mundshme. A duhet të kenë 3 bloqe politike shqiptare? Mirë është të ketë 2 bloqe. Dhe sidomos në zgjedhje lokale, edhe pse tash prej përvojës time zoti Tarvari, edhe pse thua se zgjedhjet lokale janë tjetër natyre zgjedhjeve, ka më shumë lista, më shumë elektrizim të elektoratit edhe kështu me radhë, mirë, por megjithatë prap numrat në fund janë ato që janë më të rëndësishme. Dhe numrat në më shumë bloqe janë më shumë plestohen, më shumë zgjerohen. A e dini si janë numrat? Numrat janë në bazë të shumë anketave që kanë bërë shumë parti politike. Është se Aleanca për Shqiptarët është gati se më shumë se komplet Vleni bashkë. Unë them, ajo është një substancë jo e konsolidume. Ju do t'i shifni, unë them, para prakisht aty do ketë shpërtim brenda. Nuk ka unitet, them kështu që e kanë qëndrueshmërinë dhe ideën që duhet një ide politike të zhvillohet. Aty është një kaos total. Çdo kush e shef hesapin e vet, mundohet për vete çfarë mund të bën. Kështu që mos i kishin komunat Tetov, Zhelin, Çajir, këto që i kanë partitë e Vlenit, unë mendoj se moti kjo bile dikush më tha edhe shumë gjatë qëndruat, s'kush se ka prit kaq gjatë qëndrohe, po ka qenë toleranca jonë, sidomos si Aleancë për Shqiptarët, për të mbajtë qetë edhe antarësinë edhe strukturat partijake, se patjetër t'i përbim do situata të vështira të rënda. Kështu që mos u befasoni që 2 palët që do të garojnë në zgjedhjet lokale të jenë BDI dhe Aleancë për Shqiptarët. Ta keni parasysh. Po mbani mend, e shofi.
Kështu ja, prognozat në teren. Unë e di se si do jetë sabotimi ndaj njëri tjetrit. Në sa komuna mendon se mund të ketë dy bloqe që do të garantojnë nuk do të ketë blok të tretë. Për shembull, po të pyes se baza e gjithë kësaj që po ndodh me aleancën është shkaku i listave të veçanta, apo domethënë ajo është arsyeja kryesore. Në fakt, do ketë shans që ndoshta në ndonjërin prej komunave ku normal, vlerë të thoni se jeni të hapur për bashkëpunim, mund të keni listat përbashkëta me BDI. Jo, listat përbashkëta ne do të kemi listat tona. Ky është vendimi kryesisë qendrore. Në çdo komunë. Shihni, këtu është një periudhë me shumë mjegull për momentin. Unë mendoj se do ketë edhe ndonjë lëvizje prapë brenda Vlenit. Prognoza ime se toleranca është te disa nuk mund t'i tolerojnë, unë se di atë mund t'i përballojnë komplet këtij presioni që i bën VMRO-ja Vlenit, pa përfillje totale. Çdo kundi punësime ku janë 12.350. Nëse si mendon, bashkë t'ju pjesë për këtë, nëse eventualisht, tash po flasim hipotetikisht, nuk mund të them asgjë më konkrete. Ndodhin ato mbi 2000 punësime, sillet ligji për përfaqësim drejt dhe adekuat. A do të ndjeni një farlloj jo faj, po si ta quajnë, farlloj ndjenje që pse e bërat këtë veprim. Po supozojmë nëse ndodhi. Nëse sillet ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, unë thash ne do jemi katalizues me këtë veprim tonin, që u largu, alarmu. Apo, e tham, nuk shkojmë rrugës evropiane, nuk kemi zhvillim ekonomik si duhet, decentralizimin nuk kemi duke ecë, ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ky ishte një alarm edhe për VMRO-n, ju garantoj. Domethënë ato mund ta nxjerrin ligjin, se moti na thon edhe një javë edhe 2 javë, bile nisëm dalim qesharak para njerëzve, nisëm të Natallin. A thatë para një muaj. Por nëse ndodhin, do ndodhe, po ajo përsëri imagjinoni, do dërgohet në Komisionin e Venedikut. Atje do rrihet edhe 6 muaj deri 12 muaj. Domethënë, ky ligj mund të zbatohet, implementohet nëse s'ka vërejtje dikundi mbas zgjedhjeve lokale. As pak. Punësime do ketë, po shumë më pak që e thon 2000-3000. Kur do t'i bëjnë? Nëse jemi fundi i majit, qershori, mesin e korrikut vetë shpallen zgjedhjet lokale. Kur do bëhet punësimet? Unë nuk them se s'bëhet asgjë, diçka do bëhet, po keq shpërdoret kjo periudhë edhe veç ke punësimet të cilat janë çdo kundi ku të shkoni 12-1, 15-0, ndaj Maqedonasve 100 me avansime me asnjë shqiptar, që është e turpshme, që është e padurueshme, nëse je pak njeri, pak mendon se këtu ke hyrë para se gjithashtu për shqiptarët, po edhe për përfaqësimin e partisë tënde, është diçka që është e patolerueshme absolutisht. Dua një dilemë tjetër. Dje përpoqa që të marr përgjigje më konkrete prej zotit Sela, mirë po ai priste përgjigje konkrete nga ana juaj. Dhe unë tash do ta shtrik këtë në formë analize. Derisa dihet që ju megjithatë për hir të korrektisë nga ana ime, gjithkohë jeni përmbajt deklaratave ndaj zotit Sela, të paktën nuk keni përdorur asnjë fjalor jo adekuat ndaj tij. Mirë po, sa po e shoh, ky është konstatimi im personal, po e marr për shqetësim tamam se konstatimi tim personal, edhe ai tenton ta mbaj zotin Ahmeti afër, mos ta lëshoj shumë t'ju ndihmoj ju ose keni bashkëpunim në zgjedhjet e ardhshme lokale. Mirë po, edhe ju kërkoni ose e leni hapësirën maksimale që të keni një mbështetje nga zoti Ahmeti në zgjedhjet lokale. Kush do fitohet këtë luftë mes juve dhe zotit? As pak nuk është luftë mes nesh, unë për Ziadin. Thojza po e them luftë se nuk them kështu. Ai është në front, unë nuk jam pjesë e frontit, as që planifikoj të bëhem pjesë e frontit. E kam thënë këtë publikisht, mund të kemi përkatje të ndërsjellë në disa komuna kaq. Domethënë, unë po zoti Selën jo publikisht, po edhe privatisht, askundi s'kam thënë gjys fjalë të keqe se dal unë vetë idiot. Se kam qenë për publikisht ose në komunikim me mua e garantoj unë i rrim pas kësaj që është ashtu. Edhe privatisht, e tash këtë emision do ta dëgjojnë plot njerëz që kanë komunikuar me mua edhe kam pyet pse kështu Ziadini sillet, u kam thënë as privatisht askundi s'kam thënë gjys fjalë. Se tash dal njëri jo serioz që kam bashkëpunuar 8-9 vjet, një prej shokëve më të afërt, dhe tash nisi të shajt fy asnjëherë. Si e mendon ai, nuk e di. Ajo është puna e zotit Selës, as pak nuk më intereson. Ajo është pjesë e frontit evropian. Unë i uroj sa më shumë suksese të ketë edhe kjo. Prisni mbështetje në ndonjëherë për komunat, prisni të zbuz qëndrimet, sepse megjithatë
Ata që e thatë, që mund të ndodhe brenda vlenit në zgjedhje lokale, skenar ndryshëm, e njëra gjë mund ndodhe edhe në dikundi ku mund të merrni garancë për zotit Ahmeti që do t'ju jam mbështetje dhe ju t'jepni mbështetje dikun tjetër. Jo, domethënë mund keni ju, domethënë brenda asaj marrëveshje luftë të brendshme. Zotri Mexhiti, ja, luftë brendshme as pak as. Luftë, domethënë skenar të mos u habitni zgjedhje lokale se zotri Mexhiti thotë në teorinë politike nuk kemi ngjyrë bashkëpunoj edhe me VMRO edhe me LSDM edhe me Vlen edhe me. Edhe zoti Sela e thotë këto edhe gjithë thonë. Le të thonë, veç zgjedhjet lokale janë pak më ndryshe, mos u habitni nëse një pjesë e Vlenit e përkrah publikisht një kandidaturë të Aleancës për Shqiptarët në ndonjë komunë që do ndodhe, mbani mend, sepse zgjedhjet lokale thash nuk janë zgjedhje parlamentare. Zgjedhje parlamentare është, prandaj thonë zgjedhje administrative. Do të thonë nuk thonë zgjedhje politike, zgjedhjet parlamentare janë zgjedhje politike. Këto janë më shumë për të zgjedhur udhëheqësit e disa komunave të cilët kanë sens dhe mund të qeverisin mirë komunat, që është mirë për Aleancën për Shqiptarët për të promovu një gjenerat të re të politikanëve, prandaj edhe insistimi im do të jenë që kandidaturat të jenë njerëz të ri, të cilët do të qeverisin mirë me këto komuna e mandej nesër kur dalim në zgjedhje parlamentare politike, atëherë bëjmë rezultate të mira për politikat e ardhshme në qeverinë e Republikës së Maqedonisë Veriut. Nëse do të ketë kandidat zoti Sela në struk të vetin, a do ta mbështesni? A do dilni publikisht ta mbështesni? Pasi që nuk e përparas nuk e cekët strugën si vend ku mendoni se keni strukturë të shëndosh për ta Struga është shumë e rëndësishme për ne, shumë e rëndësishme. Si Aleancë për ju shqiptarët, nuk kemi një vendim ende. Jemi duke i analizu, po unë kisha desh ne si Aleancë për Shqiptarët kemi kandidaturë edhe në struk. Do të kisha desh. Si i vlerësoni se keni gjasat atje. Këtu tash po shprehem pak më lokalist. Prandaj po vë pak fokus më shumë. Ju i njihni rrethanat mund t'i njihni shumë më mirë se unë, po unë mendoj se në qoftë se imponohet një kandidaturë shqiptare prej VMRO dhe PMN-s që e dëgjoj kohën e fundit, se imponohet një emër patjetër prej VMRO-s që Vleni ta promovon, atëherë mendoj se ka gjasa reale në qoftë se kemi kandidaturë të mirë, në qoftë se kemi fushat pozitive, në qoftë se kemi përkraje për qytetarëve, unë mendoj se gara politika asnjëherë, se më kujtohet 2017 Angostivar, 5 kandidatë të opozitës, një kandidat i përbashkët i LSDM-s dhe i BDI-s për Gostivarin, kur kretë ishin prej rundin e parë shkon zotri Bejta, po e fitu. Kush është emri më i kafshëm për në struk? Kemi disa opsione, po s'kemi një vendim përfundimtar, s'kisha desh të manipuloj me emra, sepse nuk është falemnderuese. Në fund, sa komuna në fund, më thëmë, pasi afrohemi fundit, se mund disim ndonjë pyetje tjetër, sa komuna mendon se do dalë fitues Aleanca për Shqiptarët? Unë kisha desh sa më shumë që mundemi, normalisht çdo parti politike ka tendencë. Tash po flas për një tendencë reale, domethënë që tash do ta përgjigje pak jo diplomatike, më direkt. Jo, dikundi 6-7 komuna pres që Aleanca për Shqiptarët të udhëheq. Kjo nuk do të thotë se sa për atyre janë rurale, sa janë të mëdha urbane. Po spaku 2 urbanit i kemi, tjerat rurale. Më çfarë plani, më çfarë pritet se do t'ju ofroni konkretisht qytetarëve? Tash keni përvojë edhe pushteti qendror edhe lokal. Do të kemi kandidatura relativisht mira, spaku disa veç dihen. Ato duhet veç janë duke i përgatitur programet e tyre. Programet e tyre janë normalisht programe që janë për zhvillimin e vendeve, vendbanimeve ku do të pretendojnë ato të jenë kryetar komunash. Kështu që fushat, shpresoj të kemi fushat mirë edhe derë të shkojmë derë në derë, ta kërkojmë përkrajen e njerëzve dhe më gëzon që nisëm prej tash, jo 1 muaj para zgjedhjeve, sepse fushata bëhet spaku 6 muaj deri 1 vjet. Ne jemi afër 4-5 muaj para zgjedhjeve dhe çdo kandidat prej qershorit në qoftë se nisim të promovojmë, ka afat të mjaftueshëm që 2-3 herë ta kalojë vendbanimin e vet ku do të kërkon përkrahje për qytetarët. Për një pyetje të fundit dua pak ta bëjmë më përgjithshme për Aleancën për Shqiptarët. Është një parti që doli nga një përçarje, domethënë nga PDSH-ja, ashtu. Si hapi parë i zotit Sela, pastaj një mosmarrëveshje mes liderit ose kryetarit mes Arben Taravarin dhe u ndan rrugët dhe tash po ndahen rrugët me Arben Fetajin. Çka tjetër mund pritet për Aleancës për shqiptarët? Për Ziadin Selën edhe mund të them se ka qenë një përçarje, se ka qenë themeluesi edhe kryetari i parë i Aleancës për shqiptarët, e ka pas një ndikim te antarësia.
Po pavarësisht asaj, atëherë kishim shumicën në kryesinë qendrore, shumicën në kuvend, plot kryetar në degësh, shumica e kryetarëve, degëve, m'falni, u bashkangjitën me neve. Tash kjo nuk është përçarje. Kjo është një plasje e vogël të qoshit. Që janë më shumë funksionare, thash. Nuk ka strukturë themelues të aleancës. Mirë, po askush nuk i ka vulat ndorë sigurta për momentin. Dhe këtu kush do të mbese pa vulat. Jo, e pyes, janë shqetësime të një pjesë numrit të madh të antarësisë. Kemi ne, thash vula kanë disa parti që s'kanë antarësi. Edhe kjo është e saktë, po. Shumë me rëndësi është ta mbajmë frymën e partisë, kompaktësinë e partisë, organizimin e partisë dhe prandaj jemi vazhdimisht me nënkryetarët, me sekretarët në terren. Kjo është e rëndësishme për ne. Unë besoj se së shpejti gjykata e apelit të sjellë një vendim. Nuk mund të them kështu ashtu sepse as nuk mund të ndikojsh, po them argumentet dhe faktet herën e parë apelin e solli vendimin pro nesh. Gjykata e Tetovës 2 herë solli vendim pro krahut të Zjadinit, po besoj edhe apeli do ta mbajë vendimin e njëjtë, po përsëri nuk mund të them definitivisht, po besoj se shihni, as merrni anketën. 4-5 anketa, aleanca e cila u thetjet për Arben Taravarit është 5-6 herë me rating më e fuqishme se ajo që mbeti me Zoti Selën. Për këtë unë mendoj se s'ka asnjë farë ndikimi, absolut asnjë farë ndikimi në strukturat e aleancës për shqiptarët. Edhe pse më vije keq për çdo antar që shkon, për çdo antar. Por për disa funksionar mendoj se mirë që shkon edhe nuk na duhen pas sepse i demotivojmë, bile u kemi hyrë në hak disa njerëzve që kanë merituar pozicione për të bë qefin disave të cilët sot ja kthyn shpinën në aleancë. Edhe kur ndodhi me zotin Sela për çfarë kështu kishte deklarata të ngjashme të lloj që i dikujt i është hyrë në hak, mirë po tash po tel që Jo, dëgjoni, atëherë ato Sela ishte në pushtet. Ne dolëm prej pushtetit, apo? Edhe u ritëm. Edhe tash këto mbetën në pushtet njësoj sikur disa drejtorë tonë. Edhe atëherë kishim disa drejtorë që mandej u kthyn nga ne. Kështu edhe këto drejtorë që tentojnë të kthejnë më s'ka, është deri mbyllur. Kurse për hallexhint, ato që qëndrojnë aty heshtur, vetëm për të punësuar, disa edhe më janë paraqit në telefon, u kam thënë kryeni punët tuaja, shihemi zgjedhje na bashkangjitemi. Dhe pyetje tërësisht fundit për sot, për të qenë korrekt edhe me kohën edhe me shikuesit edhe me krejt. Çfarë nëse në fundësive lokale nuk do të arrini atë rezultat të cilin u keni premtuar antarësisë që ju ndjek tash? A do të mund të shihet në një tërheqje, të lihet partia në një personi që mund ta udhëheqë më mirë ose mund të bëjë politika më të mira edhe kështu? Çdo herë kam thënë se partia nuk është. Domethënë, a do të jenë zgjedhjet lokale fakt rezultati i cili do të tregojë rrugën e Arben Taravarit në politikë? Çdo herë kam thënë se partia politike nuk është pronë askujt. Edhe këtë periudhë e shoh për ta konsoliduar partinë. Unë mandatin si kryetar partia ka marrë 2022 në dhjetor, dhe 2026 në dhjetor mbaron mandati i parë si kryetar partie. Nëse nuk ka rezultate, me njëherë nuk jap dorëheqje, po do ta përgatis kongresin e ardhshëm, në të cilën do të lej garë të hapur, kush të jetë më i miri, ai do ta udhëheq partinë, po ta lësh për një herë partinë është gjë e ndershme për antarësinë. Nëse dalin rezultate të mira, do të kërkoj përkrahje për mandat dytë prej antarësisë. Zoti Taravari, unë edhe një herë të falenderoj për kohën, të falenderoj për respektin që erdhët në studio në Ora 24.tv dhe shpresoj që do të shihemi së shpejti përsëri kur të ketë momente të tjera dhe zhvillime të tjera më aktuale. Faleminderit edhe një herë për mundësinë. Faleminderit edhe juve, ndërsa juve shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët. Bashkë do të shihemi në Pik Podcastin e radhës, si gjithmonë me zhvillimet më aktuale dhe me mysafirët më aktual. Mirupafshim.